ju falenderoj, ndoshta ju ngarkojmë shumë me pyetje, pasi juve keni pak kohë. 2 nga aktivitetet tuaja kanë qenë pjesë organizimi i ngritjes flamurit në Westland dhe peticionin që keni bërë për të hapur konsullatën. Sigurisht janë të dyja eventet jashtëzakonisht të rëndësishme, pasi për konsullatën nuk ka vite politikan që nuk e kemi kërkuar vazhdimisht. Çdo institucion ose individ është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, por nuk është për finale, e ju ndoshta mund të keni mirësinë që ta bëni këtë, pasi firmosja mendoj se është një shtys dhe është një shtys. Shiko, një shtet po të ishte ashtu siç duhet, nuk do kishte nevojë për iniciativën tonë, sepse duhet ta bënte automatikisht. Ti ke një komunitet të madh, të fuqishëm këtu. Nuk ka nevojë, është afër mendjes që aty ti duhet të sjellësh një shërbim. Shteti shqiptar duhet ta sillte vetë atë konsulatë. Por ne, duke i marrë këto firmat në për aktivitetet që kemi bërë në pavarësia e flamurit, në krishtlindje, festat të ndryshme, në për kafenet, më kam shkuar personalisht, duke futur personin tim këto firma, sepse njerëzit janë skeptik për çfarë po merren, sepse për çfarë është kjo gjëja. Thash, duke i sqaruar që kjo është për konsullatën dhe këto firma duhet që ne zëri jon të ngrihet edhe shteti ta kuptojë që është një nevojë, por edhe njerëzit po e kërkojnë këtë nevojë. Dhe këto të dyja arsyet shpresoj edhe mendimin e Zotit sigurisht, që politikanët tanë në Tiranë të bëjnë punën që ato janë zgjedhur, të jenë shërbëtorët tanë, shërbëtorët e popullit, që hersh pas here politikanët tonë e harrojnë atë që janë zgjedhur për atë punë aty, nuk janë zgjedhur për gjërat që zakonisht ato kanë dëshirë të bëjnë. Sa firma vjen? Po, para se të bëshe website-i, çdo gjë ishte hard copy, unë me Oltin edhe juve kemi bërë. Totalisht tash mund të jemi bërë afërsisht 1500, diçka më shumë, duke i kombinuar po. Dhe ke website-i duhet të sqarojmë diçka, që website-i .org ka një opsion për dhurime. Ne i vlerësojmë dhe i respektojmë, çdo individ që ka dhënë, ka kontribuar në atë, por do të sqarojmë që në qoftë se shkojnë ke organizata change.org, ato fonde fatkeqësisht do ta sqaroj për të edukuar njerëzit që nuk shkojnë në organizatën tonë. Ato fonde shkojnë për change.org. Kështu që do të jenë vetëm të kujdesshëm, e vlerësoj dashamirësinë atyre që ato duan të na kontribuojnë, i vlerësoj shumë, por ato fonde shkojnë për change.org, jo për ne. Edhe kjo është e rëndësishme sepse ne nuk po kërkojmë që të marrim fonde nga njerëzit. Kjo situatë gjani, domethënë situata që ne po kërkojmë për këtë konsullat dhe vlerësojmë çdo punë të gjithë atyre që janë përpjekur që ta bëjnë këtë. Është një gur shtesë në ndërtesën e cila në një farë mënyrë është krijuar gjatë gjithë kohërave. Ne mendojmë se tani ka ardhur çasti që kjo të finalizohet. Dhe ndërmjet tyre 2 mënyrave, fillimisht ne kemi mbledhur firma në letër, hard copy, siç mund thuhet, tani me atë QR kod që është atje, çdo njeri mund të shkojë ta bëjë edhe mund të vojë firmën. Kjo është absolut ajo që quhet në arsim në edukacion quhet win-win situation edhe në biznes. Domethënë të gjithë fitojnë me këtë, askush nuk humbet. Absolutisht askush nuk humbet. Do jetë në mundësia që gjithë kenë mundësi që të marrin dokumenta, do kenë akses më të mirë, probleme tjera që mund të kenë me adheun e tyre, çdo lloj dokumenti, dokument familjar, dokument ndofta pronash, dhe gjithë të gjërat e tjera, nëse ka një konsullat tu. Unë dua që të shtoj dhe dua që të bëj thirrje gjithë komunitetit që të shkoj tek me anë të telefonit, bëhet vetëm me anë të telefonit. Këtë peticion e ka hapur një antar i bordit ton, në emrin ton, atje sepse duhet vënë një emër, ke parasysh, Mikael Dvorani e ka nisur peticionin, në emër të organizatës Besote Diaspora, dhe ata të shkojnë atje të bëjnë firmën që duhet, mos durojnë lek, që në një farë mënyre change.org. Jo, i vlerësojnë për kontributin, por që duhet ata e kanë bërë nga dëshira e mirë, nga dëshira e mirë, ndofta duhet sqaruar më mirë që në fillim. Prandaj edhe unë. Ne kemi peticionin aty. E kemi në të dyja gjuhët. Ne themi arsyet sepse kjo duhet ngjas, sepse ne duhet kemi konsullat tu. Është në të dyja gjuhët. Është edhe në shqip, është edhe në anglisht. Kështu që njerëzit duhet marrin pak kohë, ta lexojnë, të shkojnë fund fare, ta firmosin, të shmangen asaj kur kërkohet domethënë që ata të dhurojnë,
po të shkojnë direkt për hapin, është një variant aty që mund ta përhapësh me Mund ta ndryshoni ju atë? Është rregulli i asaj Nuk mund është rregulli i website-it. Duhet një website që të bëhet kjo gani. Jo, s'm kuptove opsionin për të dhënë ndihma me opsionin për të firmosur. Se kështu e kuptova. Ne vetë mund ta sqarojmë, po website-i në vetvete Edhe funksioni i website-it. Funksioni i website-it jonë është disa po lindur edhe ka ato deficientat e veta për të cilën ne po punojmë që të përmirësohet infrastruktura e website-it, që të jetë në gjendje të suportojë të gjitha nevojat e publikut. Po në qoftë se mund të shtoj edhe një diçka tjetër që besoj që është shumë e rëndësishme, ne krahas hapjes një konsullate të shtetit shqiptar, kemi kërkuar edhe hapjen e një konsullate të shtetit Kosovës. Ne dim që ata janë vëllezërit tanë shqiptar dhe biles këtë ja kemi sugjeruar edhe ministres së jashtme të Kosovës, zonja Donika Gërvalla, patëm një takim të para disa muajsh. Ajo ndau me ne që qeveria e Kosovës nuk kishte allokuar fonde për hapjen e konsullate në 2026. Që kështu sugjerimi jonë ka qenë dhe mbetet dhe do e vazhdojmë, sepse nuk jemi këtu vetëm për shtetin tonë shqiptar, por për të gjitha trojet shqiptare, të gjitha troje ku banojnë shqiptarët vëllezërit tanë. Dhe kjo ishte ideja fillestare, që ne të kishim është bërë një bashkëpunim i tillë nëpër konsullata ndryshme në Evropë, besoj është bërë në Milano, në disa ambasada të bashkë. Ky është ajo u tregua pak si tha nuk kemi fonde për ta bërë këtë, përmendi një shifër për $300,000 që duan. Nëse hapet shqiptarja, akreditohen edhe pjesa e shërbimit konsullor të duhet filluar nga një pikë fillestare. Nëse hapet shqiptarja, pastaj edhe unë shpresoj që edhe shteti Kosovës t'i bashkohet. Në fund fare, kjo është praktika më e mirë për treguar që ne jemi një kombë dhe nuk jemi dy kombë ndara fatkesisht, si kundër jemi tani. Jemi dy shtete fatkesisht. Por ata, domethënë, për shkak të një marrëdhënie të madhe që kanë me shtetin e Iowa, sepse ata prodhojnë ushtar për bond stilin atje, ka një konsullat në Iowa që është shumë larg, shumë e pavolitshme për shumë shqiptarë të Kosovës, të cilët banojnë në shtetin e Michiganit. Por kryesore është edhe kjo, ne duhet kemi parasysh komunitetin jashtëzakonisht nderuar dhe bërtham të gjithë komuniteteve shqiptare që janë këtu, shqiptarët që fatkesisht jetojnë nën malin e zi. Në këtë lloj, ata janë, si më thënë, qershia mbi tort e komunitetit tonë. Në kuptimin superior të fjalës. Nuk mund të ketë Shqipëri pa patur Malci. Është e pamundur, e kam thënë edhe në fjalimin me rastin e ngritjes flamurit. Është e pamundur që Shqipëria të ekzistojë pa patur Malci, sepse janë komunitet jashtëzakonisht patriotik dhe i kanë dhënë kaq shumë atë tonë. Kështu që ne ta bëjmë të mundur edhe për ata në një farë mënyre, nëse do jetë mundur, që nëse ata duan që të kenë pasaportën shqiptare në një farë mënyre. Që kanë të drejtë. Që kanë drejtë si shqiptarët janë, edhe ata... Shumë ka nga ata që kërkojnë. Absolutisht. Kështu që me prezencën e një konsulli këtu, kjo kërkesë mund paraqitet e drejt për drejt. Se shqiptari është shqiptar, pavarësisht se jeton në Çamëri, apo jeton në Tetov, apo jeton në Lugin, apo jeton në Tuzë, ose në Tiranë. Zoti kryetar, vetëm do më falni pas shërbim ky, vetëm gjenazet që shkojnë nga Michigani për në vendlindjet, qoftë në Shqipëri, qoftë në Malzi, e Kosovë janë të shumta. Vetëm ato shërbime po t'i marrësh që janë të dridhruese, unë kam pasur vetë pjesëtar të familjes që kam pasur vështirësi dhe pse jam marrë me këto probleme mediatike dhe janë shumë të vështira. Unë i kuptoj shumë mirë juve. Edhe ju falenderoj shumë që keni marrë të iniciativë aq më tepër nëpërmjet firmave, sepse unë kam bërë me dorën time me kërkesë të ambasadorit të mparshëm, s'po i za emrat, kam marrë firmat në institucionet fetare, edhe ja kemi quar ambasadës, ambasada ja ka quar shtetit shqiptar, që kërkesa ishte të hapëshe konsulata në Michigan, pas janë mbi 320.000 veta në Shqipëria, me dokumenta pa dokumenta, si që janë hallet e tyre, dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje, sepse ata diasporën e bëjnë ashtu siç thash fillim fare, vetëm mielin marrin të adhurat nga diaspora
dhe nuk japin asnjë shërbim. Ka ardhur koha, e vërtet, diaspora ka bërë kontributet e mëdha për shtetin shqiptar me vite, jo për këto 35 vjet, por edhe më përpara. Mendoj që ka ardhur koha, Të majtë të djathtë. pa dallim, nuk po i themi, pa dallim gjithë, ka ardhur koha që zëri jon të dëgjohet. Sepse po e shikojmë është si ai, domethënë, që ti investon ose edhe me mënyrë thjesht emocionale ose shpirtërore për atë shkom, për atë vend, për ato prindrit që i kemi aty, për ato kushërinj, për ato miq e shok, që sa herë që shkojmë në Shqipëri, as vit mas viti ti shpreson të gjesh me buzëqeshje i gjen më shumë të zhgënjur, më shumë të mërzitur. Ka ardhur koha për që diaspora ta marrë atë vend që i takon, duke ngritur zërin edhe duke kërkuar ato të drejtat që shteti jon na detyrohet të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Zoti Vila, pse e përmendët? Se do ta them, ne jemi si këngëtarët, jemi të lodhur dhe të mërzitur. Nga gjitha politikanë që vinë nga Shqipëria këtu, vinë atakojnë 2-3 ditë dhe kujtojnë se ne jemi ata të cilët ata do na paraqesin si figura atje. Të gjitha këto partive që janë në Shqipëri. Po nga që vinë këtu takojnë njerëz të veçantë komunitet, shtrëngojnë duart, nuk e di se çfarë bëjnë, dhe pastaj shkojnë e raportojnë atje ke shefat atje që ata kanë bërë punë këtu. Është ulse, është fyse. Është kjo diasporë këtu, kjo diasporë në Shtetet Bashkuara, kjo diasporë në gjithë botën, është shumë herë më lartë se sa mendimet e atyre. Ata diaspora këtu ndërkohë po bën në një farë mënyrë është ajo. Diaspora ecën me Ferrari, ata ecin me karrocë.